Deshtë dhe ujku. Na ishin 2 desh, të cilët kishin dalë dhe po losnin në një lëndin. Loz e loz, aty pran ju afrua një ujk i zi. Klithte ujku. Çfarë po bëni ju të dy? U tha ujku deshëve. Ne? Ja, po luajmë. Do të vish dhe ti të luash me ne. Unë jam shumë i uritur, shtoi ujku. Prandaj, dua të ha njërin nga ju të dy. Ashtu, u përgjigjën desht. Mirë, shkojmë te kura. Të zhvillojmë një lojë, pastaj na ha, o ujk. Mirë, pranoi ujku. 2 desht dhe ujku shkuan pranë një ure, ku poshtë kalonte një lum i rrëmbyeshëm. 2 desht rinin në 2 anët e urës, ndërsa ujku në mes të urës. A je gati, o ujk, të fillojmë lojën? Fillojmë. 2 desht ju vërsulën ujkut dhe me brirët e tyre e bën cop-cop dhe e hodhën në lum. Kështu e pësoi ujku i zi që e kishte marrë uria dhe donte të hante desht. E pësoi veti ziu. Kur do t'i bësh gropën tjetrit, bie vetë brënda.